Rikthehemi në studio për të biseduar për një pasion të thellë për muzikën tradicionale dhe moderne. Ai ka sjellë këngë që prekin zemrat e dëgjuesve. Sot kemi një të ftuar të veçantë, një artist që ka hyrë në zemrat e publikut përmes zërit të tij të ngrohtë dhe përkushtimit ndaj muzikës shqiptare. Duke filluar nga performancat në skena televizive si Albanian's Got Talent, X Factori, e deri te projektet e tija personale që kanë lënë gjurmë në publik. Kemi kënaqësinë të bashkëbisedojmë së bashku me zërin më premtues të muzikës shqiptare nga Kumanova, Shpëtim Mustafa. Mirë se erdhe Shpëtim, faleminderit shumë që na erdhe nga Kumanova e bukur. Mirëmëngjesi, me kënaqësi më të madhe. Faleminderit për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi kur të bisedojmë me një artist siç je edhe ti, sepse të shohim kudo që jemi, kudo që shkojmë në ahengje të ndryshme, performanca, evente të ndryshme, gjithmonë je prezent me zërin, me performancën, po ashtu edhe me instrumentet që i zotëron me të vërtetë shumë mirë. Unë fillimisht dua të di se si janë mëngjeset për ty. Je i stërngarkuar me shumë aktivitete dhe obligime, mirë po si janë mëngjeset e Shpëtimit? Mëngjeset deri para një viti kam qenë shumë larg me mëngjeset, pasi që jam aktiv në jetën e natës, me mbrëmje të ndryshme, koncerte, po prej që kam fillu me punë, tash kam fillu edhe mu zgju herët. Je kthyer në normalitet apo jemi? Po. Edhe rutinë, punë, pastaj përgatitja e ditës. Pas punës për punën tjetër, për aktivitetet, ndonjë koncert, të flasim për të gjitha. Jemi mësuar të shohim në shumë skena të ndryshme, pra një laramani e skenash dhe performancave të muzikës serioze klasike, po ashtu të asaj tradicionale, po ashtu edhe moderne, dhe me performanca si gjithmonë nga më të ndryshmet. Si do përkufizoje pak a shumë stilin tënd artistik? Nga cila anë të ngreh më shumë të themi muzika? Sa i përket stilit, unë për preferencat e mia personale, ashtu e kam pasion për jazzin. Po këtu tek ne nuk është sa është atë që e zhvillume, siç e dim. Kështu që e bajnë ndonjëherë për qef, ndonjë event më special, siç është shembull tash e kemi me 17 maj, mbahet një stand-up komedi në Tetov, ku do të ketë stand-up, ku është organizator Hasime Mishi, Sopi, aktori, do të ketë edhe mysafir nga Kosova, nga jashtë shumë, aty do të jemi angazhuar për pjesën e muzikës. Dhe aty, në kësi evente, që janë pak më ndryshe, më special, do të këndoj disa këngë jazz. Pra që ka një ndër ato evente që ti do t'jesh vetvetja në një farë forme, pasi që është dhe zhanri ti preferuar. Po nuk është problemi, i kultivoj edhe zhanret tjera, prej muzikës rock, funk, house, gjitha nga pak, reggae. Një artist, i të themi kështu me plot fjalë që është i shumë anshëm, mirë po edhe shumë i ditur dhe i pasionuar pas muzikës. Sepse muzika, në fakt, nuk duhet të jetë shumë një drejtimshë, pra muzika ka shumë dek të cilat një profesionist i cili edhe ka studiuar muzikën, pasi që edhe ke studiuar muzikën, është mirë që të jetë i shumë anshëm dhe më vjen shumë mirë që në fakt nuk i përkufizuar vetëm me një zhanër. Po unë për herë edhe gjatë punës, për ndryshe punoj edhe në studio, edhe tash jam në atë fazën ku eksperimentoj me stilet e ndryshme dhe shpesh mendoj se edhe një jetë e tërë nuk mjafton për muzikë, për mu perfekcionu, veç me një stil të vetëm, e lemo gjitha ata stile që ekzistojnë, edhe mundësi që t'jep. Muzika është një fushë shumë e gjerë, do të thonë që duke filluar për shembull nga vitet e adoleshencës, stilin e ndryshon gjithmonë. Pra ndoshta edhe unë kam dëgjuar një lloj tjetër të muzikës, por tani ndryshon dhe ja që është mirë që je në studio dhe si kalojnë vitet ashtu edhe e gjen veten në ndonjë zhanr. Ndryshojnë edhe preferencat. Sigurisht. Shumë nga publiku të njohin si një këngëtar, por unë e di që je më shumë se një këngëtar, je kompozitor, je tekstshkrues, instrumentist i shumë instrumenteve, në fakt i shkëlqyer në luajtjen e tyre, dhe sigurisht një zë i cili dallon dhe veçohet mjaft. Na trego pak më shumë se si realizon të gjitha. Pra, shkruan tekste, po ashtu siç e tham je në studio, kompozon, cilat themi si mund ta përkufizon. Përgjigja me një fjalë është dashuria ose pasioni ndaj muzikës. Unë prej kur që e kam fillu karrierën, kam fillu me një shoqëri kultura artistike kështu.
gjatë shkollës fillore. Aty kam qenë antari i grupit vallëzues, antari i folklorit, ku i kam ra çiftelisë si fillim, tupanit, defit, këndim, pastaj prej shkollës mesme veç më jam orientu për muzikë dhe jashtë shkollës muzikës, po edhe gjatë studimeve, gjithmonë e kam sfidu veten me diçka. Kam qenë pjesë e shumë bendeve gjatë adoleshencës, në shkollë të mesme, atëherë kanë qenë aktive shumë rock bandet. Kam pas shumë rock bande ku ka pas nevojë shembull, ka mungu një antar, basist, edhe ka lind nevoja me zaventsu dikush, edhe unë kam qenë ai që e kam marrë guximin me mësu një instrument rolet tri. e bendit. Po. I ke luajtur të gjitha rolet. Gitar, sintist, këngëtar, gitarist. Të gjitha instrumentet i ke mësuar vetë, shpëton apo jo? Vetë, po. Vetëm nga kurreshtja për të ditur. Nga kurreshtja, po. Është në të vërtetë mjaft interesante sepse të zotrosh një instrument nuk është shumë e thjeshtë, pasi që jemi edhe kolegë nga universiteti dhe në të vërtetë nuk është e thjeshtë dhe duhet vite të tëra në fakt që të perfeksionohesh në një të paktën instrument, mirëpo ja që nga adoleshenca pas ke pasur mundësi që të jesh prezent në të gjitha pjesët e bendit dhe kam qenë shumë kurreshtar dhe pasionant ndaj muzikës. Për ndryshe një kuriozitet gjatë shkollës mesme, sepse shkollën e mesme gjenerata ime atëherë nuk ka pas shkollë paralele në gjuhën shqipe në Shkup. E kam mbaru në Tetov. Edhe në Tetov, nga Kumanova, isha i detyruar me banu si student. Normalisht. Edhe gjithmonë jam shoqëruar me student që kanë jetuar njësoj prej qyteteve tjera në Tetov dhe me gjithë cimeret kam pas problem, për shkak se zhurmës non-stop kam ushtru, më lindken ndonjë ide norte vona, shembull, kur ata kishin nevojë me pushu, vi melodike ose harmoni diçka me nxjerr, edhe ka pas rast që jam zgjun 12-1 natës, kam ushtru deri në mëngjes, edhe gjithmonë kam pas probleme me cimeret për shkak të provave. Po ja që cimeret tani të vizitojnë sigurisht në eventet dhe që i mbanë në koncertet. E që shtet koha. Ke përfunduar, folëm në fakt edhe për vitet pra studimet, mirë po si i kujton studimet? Pasi që biseduam pak edhe para emisionit, pra nuk është që kanë qenë shumë vitet e lehta, mirë po si i përkujton ti? Çfarë ke marrë pozitive të themi nga ato vite? Çfarë të ka mësuar më shumë universiteti që nuk e mësuar vetëm? Po. Një periudhë definitivisht shumë e vështirë, pasi që e dim edhe ti e din, kemi qenë kolegë në Fakultet të Muzikës, është një drejtim shumë i rëndë, që kërkon angazhim. Nuk dua të ndaloj mirë, po para shumë viteve është konsideruar mjekësia dhe muzika në nivelin e njëjtë të vështirësisë së fakulteteve, për të gjithë ata që nuk e dinë. Definitivisht, edhe për ata mu më vjen shumë keq edhe nuk di si me reagu kur dikush më thotë, ju muzikë jeni knaqë të knu. Ajo nuk është as pak e vërtet, përveç ligjëratave, provave janë orë individuale, provimet praktike si që është dirigjimi, drejtimit, që ti e din mas miri sa i vështirë është. Shumë. Dhe mendoj që është shumë e vështirë, po pasioni, me anë të pasionit, sa i përket kësaj çka kam mësu prej fakultetit, unë e them shpesh, prej fakultetit të muzikës, e kam mësu një punë, ajo është me respektu orarin, për shkak se gjithë profesorët e muzikës e kanë problem, siç e dim, punën e termineve me prova, me provat e korit, orkestrës. Është një ekip e madhe që mbledhet në orar dhe nuk bën asesi me mungu, kështu që kjo është ajo që e kam mësu, edhe më ka met shprehi edhe në jetën e përditshme, në raport shoqëror, familjar, kur i them dikujt për një termin, e marr shumë seriozisht. Normalisht. Në fakt, muzika, si që thedhe ti, shumë persona marrin pjesë në një orë të vetme dhe të paramendojmë që gjithkusht të vendohet ka 2 minuta apo 3, atëherë humbet edhe efekti i mësimit. Të shohim në shumë evente, mbrëmje të ndryshme, koncerte klasike. Sa je i angazhuar për këtë vit, Shpëtim? Si ka filluar? Shumë i angazhuar. Unë jam
si tip ashtu që më pëlqen me qenë aktiv, nëse kam ndonjë ditë të lirë, më kap stresin në shtëpi, edhe e angazhoj veten në studio. Nuk din si me pushu, a? Po, nuk e kam shpehime pushu kështu. Edhe marr obligime deri në maksimumin që me qenë full i angazhuar. Jam aktiv me korin profesional, pro ars. Jam aktiv me koncerte personale, tash e kam një projekt që do të përkrahet nga Ministria e Kulturës. Do të jetë një oktet vokal, ku jam duke i përpunu vepra shqip nga muzika popullore shqiptare. Shumë bukur. Po për oktet vokal në stil jazz, klasik. Do të jetë me zërat ndryshëm apo vetëm maskullor? Jo, me zërat ndryshëm, sopran, alt, tenor, bas. Shumë bukur. Gjithë zërat nga dy këngëtar. Përveç asaj jam aktiv me mbrëmje, puna në studio, puna e mësimdhënies. Jam edhe arsimtari muzikës, jam mjaft aktiv. Sidomos këtë vit kam qenë edhe pjesë si bashkëpunëtor i kolegëve në për projekte tjera, kështu që ka qenë mjaft i ngarkum dhe besoj që në këtë tempo do të vazhdoj. Kur jemi tek projektet e ndryshme që ke realizuar, në një ndër të fundit doja të potencoja edhe një koncert që keni realizuar me tenorin dhe kolegun ton të dashur Ismet Veseli, ku keni performuar së bashku. Ti edhe këndove edhe luajte në piano, ndërsa Ismeti vetëm këndoi. Na tregoni pak se si erdhi edhe deri tek realizimi i asaj vepre dhe që ishte aranzhimi yt personal. Po. Me Ismetin jemi përveç se kolege dhe shok të ngushtë, që kalojmë shumë kohë bashkë, edhe gjatë bisedave tona, pjesë e bisedave gjithmonë është puna e muzikës, projektet, edhe rastësisht e gjeta këtë këngën që kemi postu, edhe ishte një gjetje shumë e qelluar. Po, ishte shumë e bukur. Edhe na pëlqeu si këngë shumë, edhe e aranzhum shumë shpejt. Ishim në shtëpitë e unë, në studio, edhe provum me dy zana e këndum, bashkë si duet, edhe doli shumë bukur edhe aty spontanisht e vendosëm që ta bëjmë në koncert. As pak nuk e dyshoj kur dy artistë shumë të mëdhej të kohës sonë, të gjeneratës sonë, bëhen bashkë dhe realizimi i projekteve të tilla është më se e lehtë për ju. Dua të bisedoj pak a shumë shpëtim edhe për laramanin e projekteve tua, këngëve tua, të cilat i gjejmë edhe në rrjetet sociale, mirë po edhe në kanale si YouTube. Ke covera të ndryshme, ke balada, ke këngë tradicionale, ke këngë të vjetra popullore, këngë patriotike, do më thënë nga shumë të ndryshme, mirë po më trego pak a shumë nga cila anë të ngrej më shumë pasionit për muzikën. Nuk doa që të i veçosh, mirë po diçka që do doja të bëje për një periudhë të themi pak më të gjatë. Në periudhën ku je tani, pasi që folëm që ndryshon shija. Tash jam në kërkim të stilit, në atë fazën ende nuk jam përcaktu, po një gjë që e di sigurt është inkorporimi elementeve të muzikës tradicionale, muzikën moderne. Këtë kam kështu si synim që ja kam bë vetës, se është edhe si fakt i njohur nëse nuk e nje muzikën e popullit tanë që ti i përket, nuk mundesh mu bë muzicient i mirë në çfarë do stili, qoftë rock, jazz, ndonjë stil kështu botror. Ajo baza duhet të jetë piknisja tek muzika tradicionale. Autentike duhet të jetë, gjithmonë. Shpëtim nëse do kishe mundësi të realizoje një bashkëpunim me ndonjë artist i cili është gjallë apo edhe ka ndruar jetë, cili do të ishte? Ndonjë pikë muzikore apo ndonjë... Shqiptar po mendon? Është zgjedhja jote. Një të thimi idol i shumë kohërave që gjithmonë e gjenë edhe inspirimin të ajo apo ajo. Po. Nuk është se e kam mendu, po tash që përmende... Mund të jetë ndonjë kompozitor klasik? Mos më thuaj Bachun, sepse do të jetë problem. Isha të mendu për këngëtar. Ilir Shaqiri ka qenë një shembull i cili më ka inspiruar mjaft, edhe kjo që e përmenda pak më herët, përdorimi i elementeve të muzikës tradicionale. Shpëtim kjo nuk është as pak ëndër, kjo mund të realizohet shumë shpejt. Po, mund të realizohet. Dhe shpresoj që ta realizosh, sepse
Do t'ishte edhe nder edhe Ilir Shaqiri të bashkëpunon me ty. Mirë po jeni me të vërtet artist të themi shumë të rangut të Atë lartë. kisha veçu, po. Edhe nëse kisha dasht se nuk e kam mendu opcionin e bashkëpunimit, po definitivisht do të kisha pas qef. Ja, nga kjo studio lindin edhe ideja shumë të bukura, pse jo vizione dhe misione për të ardhmen. Shpërtim për fund na trego edhe ku mund të shohim sa më parë, përmend edhe 17 majin, ta potencojmë edhe një herë dhe ku mund ta shohim shpëtimin të themi në dritën më të pastër, duke të dëgjuar edhe duke kënduar. 17 maj është stand-upi që është tash në periudhën më të afërt. A përndryshe sa i përket projekteve kështu personale, jam duke punu në një këngë autoriale, ta e kështu si ekskluzivitet. Shumë bukur. Është një tekst i Gjergj Fishtës që jam duke realizu si këngë autoriale. Shpresoj që në fakt do të kemi në studio edhe për këtë arsye, do ta kemi edhe këngën patjetër dhe shpresoj që të jetë një sukses i radhës, i cili do të hap dyert të reja dhe të arrijmë deri tek Ilir Shaqiri, sepse nuk është e pamundur. Faleminderit shumë Shpëtim që ishe sot bashkë me ne, që u zgjove me ne dhe erdhe nga Kumanova e bukur dhe shpresojmë që të kemi gjithmonë në studio për të biseduar për gjëra shumë të bukura. Faleminderit juve për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të jem këtu me ju. Faleminderit për mundësitë, për promovimin e vlerave. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.